Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Historia juaj do të ketë një ndryshim pozitiv në jetën tuaj së shpejti? Pra, historia juaj do të ketë një ndryshim në jetën tuaj së shpejti? E dy personave të dashuruar? Kjo histori mbrohet nga një ëngjëll në univers, ëngjëlli juaj mbrojtës, që gjithë njerëzit negativ i çon atje ku duhet. Kjo histori është një histori shumë e sinqertë, ka baza sinqeriteti, baza të forta të sinqeritetit. Dhe ky mashkull do të ndryshojë gjithë pjesën e kësaj lidhje, e kësaj historie të mrekullueshme që ju keni. Sepse për këtë mashkull magjik, ju jeni mbretëresha e Shkopinda, një femër intelekte e dashur që ka një dashuri pa kushte. Ky lajm nga ky princ do të vijë shumë shpejt për ju. Dhe historia juaj do të ketë një ndryshim, dhe pse jeni pak të mërzitur, njëri nga ju të dy është pak i mërzitur, sepse jeni larg, kulla juaj do të ndriçojë në të qiell të pastër të mbulluar me bollëk me monedha. Mbreti i kupave është person i dashuruar me ju, që ka barazi dhe drejtësi në jetën e tij. Ju vjen një lajm i befatishëm që do të bëjë një ndryshim të madh në jetën tuaj. Do të vijë në një mënyrë të papritur. Është një transformim, një ndryshim në jetën tuaj shumë shpejt. Kjo ishte energjia e tarotëve. Për pyetjen që bëm. Me kë rezonon, me kë gërm të alfabetit, me gërmën B, me gërmën Z, Q, S, T, M, N, D dhe me gërmën G. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me peshqit, me britjapin, me luanin, me dashin, me peshoren dhe me binjak, me ujorin. Po vendosin dhe akretin. Kjo ishte energjia e tarotëve për pyetjen që bëm. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.